Kur përmendet tema e hurijave të vëllezër, grave bukuroshe të xhenetit që Allahu xhallahu ala i ka bërë me qenë dy kategori. Do gra besimtare që janë përkushtuar në adhurim, kanë qenë të devotshme, Allahu xhallahu ala nga begatit që u jep Allahu në xhenet është i zbukuron Allahu xhallahu ala bukurim më të shtuar atë. Dhe padyshim se çështja e zbukurimit të gratë është ma e kërkuar, ma e pëlqyer se të burrat, apo burrat nuk e kanë aspektin e zbukurimit aq të theksuar sa e kanë gratë apo. Edhe pse edhe Allahu edhe burrat i zbukuron në xhenet. Mirë po, me theks të veçantë është përmend gruaja e zbukuruar, si shpërblim për të në xhenet. Dhe kategoria e dytë e hurijave, grave të bukura të xhenetit, të krijuara apostafat në xhenet. Ato s'kan qenë dunjo, s'kan qenë besimtare. I ka krijuar Allahu xhallahu ala apostafat si shpërblim për banorët e xhenetit. Dallimet janë të mëdha, padyshim. Nuk ka mundësi me qenë një grua e cila ka besuar në Allahun azza wa xal, një grua e cila ka qenë përkushtuar, e mbuluar, e devotshme, e kujdesshme, e shpërblyer me bukuri dhe me punë tjera, një sikurse një që është krijuar në xhenet, s'ka pas prova. S'ka kështu atë. E pejgamberi ka thënë për bukurinë e njerëz nga këto dytës, po të mundson të Allahu xhallahu ala të largonte vellon e fytyrës, do të ndriçonte dunjon me bukurinë e saj. Para një bukuri që shndrit më shumë se dielli atë. Kjo është e krijuar në xhenet. Sa është bukuria e asaj që e ka zbukuruar veten me besim pas pari, e ka zbukuruar veten me mbulesë, e me moral, e me edukat. Sa është bukuria e saj, Allahu ala. Allahu e din se si e ka zbukuruar. Kjo është çështja po. E dyta të ndërum, shpesh edhe thuhet e pse burrat urije, e pse gratë, nga se Allahu xhallahu ala sikur se përmana të ndërum i jep çdo kujt atë që i përshtatet dhe natyrshëm i përputhet. Natyrshëm i përputhet apo. Prandaj Allahu xhallahu ala në këto jetë për hurijat që flet për gratë bukuroshe që Allah i përgatit për banorët e xhenetit. A ka këtu inkurim edhe për gratë apo është inkurim edhe për burrat? Jo, inkurim është për gratë më shumë se për burrat apo. Më shumë se për burrat. Për çfarë fakti? Për faktin se Allahu xhallahu ala përmend shpërblimin që Allahu ka më dhënë. Dhe kjo është mjaftueshëm qetësi për çdo grua. Ka më shpërbly Allahu xhallahu ala me pamje të bukur, me zbukurim, me kompletim në gjitha aspekte që ndoshta në këtë kohë apo në këtë kohë në dunja sa shpenzimet e sa paratë sa mundi është ja zbukuar në fund kanë dalë shenjat e pleqërisë, vdekja dhe ka marrë fund atë rrota. Nëse Allah i garanton grua se natyrshëm e pëlqen zbukurimin, se kjo është e përjetshme. Dhe kimi u zbukuron në vazhdimsi. Dhe që gruaja tjetë të rrjece për burrin e saj është e natyrshme. Gruaja si bën përshtypje që me i pëlqej burrit të saj atë. Në xhenet nuk ka dallim bazë të gjinisë. S'ka. Absolutisht. Po se t'i jap Allahu xhallahu ato që e kënaq në xhenet. Ato që e ka pas natyrshëm kërkuan dunjë e s'u ka përmbur sa duhet. Allahu jep. Allah din mas mirë ato. Prandaj kanë po banalizohet kjo çështja e hurijave, kështu më radh, po përmendet në kontekste të panevojshme. S'ka nevojë kështu më marr ata. Mjafton të ndërlozur që njëri sikur se kanë me vazhduar në tutje. Mjafton krahas tjerave që mund t'i jap Allah besimtarë kështu më radh. Mjafton që Allahu xhallahu i vën bash burrin e gruan në xhenet. Është e mrekullueshme kjo. Se sti pastaj pa tmetet e veta, pa lëshimet, pa kurrë, pa asgjë, këtë kompletuar që plotësojnë e përmbush njëtetin në formë më të mirë të mundshme.